Ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, është paraqitur këtë të martë në SPAK bashkë me avokaten e saj. Ndaj Karçanajt është vendosur masa detyrim paraqitje për skandalin në Aksh. Kujtojmë se ajo ishte në arrest të shtëpie, por gjykata e lartë i lehtësoi masën e sigurisë duke e lënë detyrim paraqitje. Karçanaj është në mesin e 8 të pandeurve për skandalin me tenderat e Akshit, të cilët akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal duke manipuluar procedurat tenderuese, favorizuar kompani dhe ushtruar presion ndaj operatorëve konkurrues. Ndaj tyre u ngritën akuzat për vepra penale, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshmërisë së lirisë, shkelje e barazisë në tendera, grupi strukturuar kriminal, si dhe pastrim parash. Rasti i Karçanajt u bë temë debati në opinionin publik pasi ajo deklaroi se jetonte në një apartament me qera dhe nuk kishte as makinë, ndryshe nga SPAK që thotë se ajo dyshohet se disponon vilë dhe një mjet të shtrenjtë.